Në mjediset e shtabit përgjithshëm, u zhvillua ceremonia e gradimit të 3 gjeneralëve të rinj të forcave të armatosura. Grada madhore general brigade, me dekret të presidentit Republikës Bajram Begaj, i u akordua kolonelve Razie Mehmeti, Fatmir Neziraj dhe Edmond Voci në vlerësim të kontributit të tyre në drejtimin dhe zhvillimin e forcave të armatosura. Në ceremoni morën pjesë ministri i mbrojtjes Piro Vengu, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, general Arben Kingji, si dhe drejtues të tjerë të lartë ushtarak dhe civil. Ministri i mbrojtjes Piro Vengu u shpreh se niveleve drejtuese të forcave të armatosura ushtohen 3 general të rinj, të cilët përfaqësojnë 3 rrugtime të veçanta në forcë dhe 3 profesionistë të dedikuar ndaj uniformës dhe adheut. Ai uroi suksese në këtë përgjegjësi të re, duke theksuar se me përkushtimin e tyre do t'i shtojnë vlera forcës dhe do të shërbejnë si shembull frymëzimi për ushtarakët e rinj. Gradimi i 3 generalëve konsiderohet një hap i rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve drejtuese të forcave të armatosura dhe në vijimin e procesit modernizimit të tyre.